Pronari i shtëpisë botuese Onufrin nga Tirana akuzon komunën e Tetovës dhe kreun e saj Bilal Kasami për blerje të librave nga një shtëpi botuese, e cila nuk i ka të drejtat për botimin e librave të Ismail Kadares. Bujar Hudhri i shtëpisë botuese Onufri në prokurorinë e Tetovës dorëzoi padi ndaj komunës, por dhe kreu të komunës Bilal Kasami për shkelje të drejtave të autorësisë. Pra, arsyeja pse unë vi padis këtu komunën, sepse është skandaloze që shteti të marrë një mall të vjedhur dhe të adhuroj. Unë do të padis vetëm komunën e Tetovës, sepse unë nuk njoh as dikën tjetër që mund ta ketë bërë. Dhe sa për të që thoni jo, që ka mbledh shkollat, e ka bler komuna librat, ajo ka fonde dhe i dhuron. Libri Ismail Kadares, gjeneralisht vdekur, libri ikonit tit, është botuar me kopertin tjetër, është bërë me emrin shtëpia botuese Rilindja, kur të gjithë e dinë që shtëpia botuese Onufri ka të drejtën ekskluzive të Kadares. Por komuna e Tetovës hedh poshtë akuzat, thonë se komuna dhe Bilal Kasami as kanë bler e as kanë shitur libra. Komuna e Tetovës edhe kryetari as nuk ka porositur libra, as nuk ka bler libra. Librat janë bler nga vetë shkollat e mesme, me mjetet e tyre vetanake, dhe do me thënë janë bler nga shtëpia botuese Çabej, Tetovë. Ne, si komunë, nuk kemi bler libra, aq më pak kryetari komunës. Në një postim në rrjetin social, ai thekson se kryetari ka shitur libra. Edhe kjo është një e pavërtetë e madhe. Nga komuna e Tetovës madje e kërkuan nga drejtuesi i shtëpisë botuese Onufri që të kërkojë falje publike, përndryshe paralajmërojnë kundër padi. Ndryshe, javë më parë, shkollat e mesme të Tetovës bën furnizime me libra të rinj për bibliotekat e shkollave, të cilat u furnizuan nga një shtëpi botuese nga Tetova.